Shkodra është padur një nga qytetet më të vlerësuara në rajon në ceremoninë prestigjioze TEA Awards 2026, duke rrëmbyer 3 çmime të rëndësishme në fushën e turizmit, artit dhe aktiviteteve sportive. Bashkia Shkodër mori vlerësimet për qytetin e sportit dhe aventurës, për eventet lokale dhe për festat artistike. Këto çmime konfirmojnë rritjen e rolit të Shkodrës si një destinacion i rëndësishëm për turizmin, eventet kulturore dhe aktivitetet sportive, duke kthyer qytetin në një pikë referimi gjithnjë më të rëndësishme në Shqipëri dhe rajon. Unë ndjehem jashtëzakonisht i nderuar për të marrë këtë çmim. Mendoj që detyra jonë si bashki ka qenë që atë identitet fort që Shkodra ka për artin dhe për kulturën ta kthejmë në një energji që kjo të njihet dhe të jetë e përditshme nëpërmjet aktiviteteve. Për drejtoreshën e Agjencisë Kombëtare të Turizmit Zana Çela dhe ministrin Blendi Gonxha, ky event dëshmon jo vetëm suksesin e digitalizimit, por edhe rritjen e vazhdueshme të turizmit në vendin tonë. Brenda TEA janë sot mijëra kontribues, janë bashki që promovojnë qytetet dhe identitetin e tyre, janë artistë dhe organizatorë eventesh që mbajnë gjallë jetën kulturore të vendit, janë hotele, restorante, resorte, agroturizma dhe biznese që çdo ditë ndërtojnë eksperiencën shqiptare të mikpritjes. Turizmin vetvete fillon dhe bëhet aq shumë i ndërlidhur me shumë sektorë të tjerë dhe fillon dhe bëhet shpesh kryefjalë, por shpesh është një ndërlidhës i jashtëzakonshëm me shumë sektorëve, sepse në fund të fundit bëhet fjalë për të bërë të mundur që ky vend të plotësoj këto fjalësh, pra të plotësoj këtë vlerë. Vlerësimet në TEA Awards 2026 konsiderohen si një sukses i rëndësishëm për institucionet, bizneset dhe gjithë komunitetin, ndërsa Shkodra po konsolidohet çdo ditë më shumë si një qytet që ndërthur turizmin, kulturën, sportin dhe traditën.